Të pasurit dhe të varfrit. Cila është diferenca? Tani po ja u tregoj. Jo sepse nuk e dini, por unë duhet ja u kujtoj. Si gjithmonë kush është rastisht nëse nuk e keni bërë lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Dëgjojeni me kujdes dhe pastaj vlerësojeni ju, nëse këto që do t'ju them unë janë të vërteta ose jo. Të pasurit nuk sillen si të varfrit. Të pasurit janë ndryshe. Të varfrit janë në të njëjtin nivel dhe shkojnë në të njëjtat gjëra dhe bëjnë të njëjtat gjëra, ndërsa të pasurit jo. Kanë një program dhe secili prej tyre, ndonse janë të njëjtit nivel, ka një drejtim të caktuar. Pra e kanë të programuar çdo gjë që bëjnë. Ndërsa të pasurit investojnë për fëmijët e tyre duke i çuar në për universitete apo shkolla private, të varfrit mundohen që të nxjerrin bukën e gojës që të shkollojnë fëmijët në shkollat shtetërore. Mirë po, në shkollat shtetërore, askush nuk mëson se si të pasurohemi. Jo, ky është gabimi më i madh. Askush nuk të informon dhe nuk të thot se si të pasurohesh, përkundrazi. Ata mundohen që të ngullisin në mendje, pra në për shkollat e përsëris shtetërore, të ngullisin në mendje që ti duhet të jesh punëtor dhe duhet të gjesh punën, dhe është puna sekreti i jetës tënde. Pra puna është ajo e sigurta që t'jep një siguri jo vetëm financiare, ekonomike, por edhe jetësore. Por është gabim. Sepse ti nëse do përqendrohesh tek puna për të gjetur një punë, ti nuk do insistosh që të gjesh një ide të re për të investuar në jetën tënde. Dhe jeta jote ecën me shpejtësi. Dhe ti pa e kuptuar arritet 40 vjeç. Shiko, do t'ju them ecurin e njeriut. Atëre, njeriu gjithsekush lind në një familje dhe nuk është faji as i njërit apo as i tjetrit se kush lind në një familje të pasur apo në një familje të varfër. Por dëgjoni me kujdes, sepse deri në moshën 9 vjeç, maksimum 10 vjeç, është mosha ku nuk kuptojnë fëmijët. Por ndërsa fëmijët e të varfërve nuk kuptojnë asgjë sepse sa e ti mësoj prindi fëmijët. I mëson shumë pak sepse punon gjithë ditën. Nga ana tjetër, fëmijët e të pasurve mësojnë çdo gjë, që kur lindin kanë një program të caktuar që mësojnë dhe gjërat më elementare. Dhe edhe se si duhet hanë, si duhet rrinë, si duhet flasin, me këtë duhet komunikojnë, pse duhet komunikojnë kështu, e tjerë. Dhe i ngullisin në mendje që t'jetë një lider. Ndërsa një fëmijë normal e ka problem. Sepse pothuajse gjithë ditë që babai ose nëna është duke punuar, ai fëmijë rri me shokët e tij dhe bën të njëjtat gjëra. Lozin, qeshin, disa nuk mësojnë, pjesa dërmuese nuk mësojnë. Dhe kush do t'i mësoj këta? Pra, u ndan dy kategoritë që kur lindën. Por prisni, sepse pas moshës 9 vjeç, 10 vjeç, atëre lind karakteri. Pra, formohet karakteri njeriut nga mosha 10 deri në 17 vjeç. Dhe ky është momenti më delikat, që njeriu do bëhet i madh apo jo, do bëhet i famshëm ose jo, do bëhet biznesmen apo jo, do të ketë një ide apo jo. Pra, është momenti më delikat dhe më deciziv për secilin fëmijë. Tani më thoni, kush nga vëllezërit tuaj, nga motrat tuaj, apo nga shokët, apo miqt, apo ndoshta edhe nga fëmijët tuaj, në këtë moshë ju i keni mësuar se çfarë do të bëj. Kujdes, sepse e di që dikush nga ju do thotë, unë i kam mësuar. Nuk është e vërtetë, sepse pjesa dërmuese janë ata që punojnë dhe nuk kanë kohë. Pra, prindërit që punojnë, ku do ta gjejnë kohën që t'i mësojnë fëmijët e tyre? Sepse ju është ngullitur në mend që ata duhet të punojnë, pastaj tjetra e ka kaluar moshën ai të ideve. Nuk kishte kohë, babai dhe nëna nuk kishte kohë që të bënte një ide të re, ta zhvillonte një ide të re. Kështu që gjendet në një pozicion, në një labirint që është i padalshëm. Kështu që ai është i detyruar të punojë, se s'ka zgjidhje tjetër për t'i dhënë shkollimin fëmijës apo për t'i dhënë dhe bukë për që të hajë. Dhe është ky shkaku që nuk ka kohë. Ndërkohë, nga ana tjetër, fëmijët e të pasurve kanë një tutorial, një tutor qoftë në shtëpi, pra një që i mëson prindi, sepse ai ka kohë, babai apo nëna, por njëkohësisht kanë edhe mjeshtra, profesor, njerëz të kulturuar që i mësojnë se çfarë duhet të bëjnë.
Dhe tjetra, në moshën 17, maksimumi 18 vjeçare, ata dalin që në fillim si kur dalin jetë, dalin lidera, fëmijët e të pasurve, ndërsa fëmijët e të varfërve dalin vagabond, kryesisht vagabond, një pjesë e madhe. Pse? Sepse lindën në rrugë, jetuan në rrugë, nuk kishin informacionin dhe formamentis që u nevojitej. Dhe një pjesë e vogël prej tyre që ndoshta ndryshon sepse kupton që ka diçka që duhet të ndryshoj, disa nga këta ka disa i brit të vegjël që nga detyrimi i jetës, ata bëhen biznesmen për shembull më kot. Sepse kanë lindur, janë të detyruar të bëjnë një zgjidhje në një moment caktuar dhe lindën biznesmen. Nga i moment ai mban atë vend që është aty, por me shumë vështirësi. Ka disa nga këta biznesmen, pothuajse nga të varfërit, disa nga këta biznesmen shkatërrohen brenda një kohe të shkurtër, sepse e trajton shoku, e trajton vllai, e trajton dikush që ai beson. Pse beson? Sepse një i pasur asnjëherë nuk beson, as tek vllai i tij, as tek motra, as tek nëna, as tek njëri. Kurse një i varfër beson në këdo. Beson në shok, beson në vlla dhe ka atë mendimin që të gjithë së bashku. Por ka një problem. Ndërsa fëmijët e të pasurve dhe të pasurit i mësojnë fëmijët e tyre që të jenë autonom, të varfrit është ndryshe. Punojnë të gjithë për të njëjtin ideal, për familjen. Dhe ky është gabim tjetër. Tani, ndërkohë që një i pasur insiston duke u bërë vet ai, ky është çelësi, sepse nuk e bën për familjen, e bën për veten. Dhe nga ky moment ai çdo member i familjes, pra çdo pjesëtar i familjes, bëhet lider dhe bëhet i pasur, sepse ai përqendrohet tek puna e tij dhe tek karakteri i tij dhe tek jeta e tij. Kundrejt një të varfërit, që nëse dikush bëhet i pasur, që të gjithë vëllezër dhe motra sillen pas tij, shkojnë pas tij dhe bëjnë të pamundurën që ai t'i mbajë, t'i japë për të ngrënë. Dhe ky është gabim tjetër, sepse ata nuk do bëhen kurrë lidera, por do të varen gjithmonë nga vllai. Dhe kur vllai nuk u jep asgjë apo motra, që bëhet e pasur, kur nuk u jep gjë më, është njeriu më i keq dhe vriten mes njëri tjetrit. Pikërisht sepse ai u rrit, pra ajo familje u rrit në këtë mënyrë. Janë pjesërisht këto janë eksperienca personale që po ja u them dhe unë jam i bindur që për të gjithë është kështu. Nga momenti që duhet të kuptoni diçka, të pasurit investojnë në aset. Duhet të dini këtë gjë që është gjë e rëndësishme. Të pasurit investojnë në aset. Nuk kanë një redit, me fjalë, nuk prezantojnë një redit, si quhet, një buxhet financiar vjetor. Nuk e bëjnë vetëm për veten e tyre, por jo për shtetin. Dhe nuk taksohet nga shteti. Bile edhe në qoftë se do ka disa taksa që ata pagojnë, i pagojnë shumë herë më pak se sa të varfrit. Do t'ja u them se përse. I varfri punon në një shoqëri, punon në një kompani, punon punë normale. Mirë po taksohet jo vetëm nga ai që e punën, por edhe nga shteti. Sepse është puna e tij. Kurse të pasurit jo, sepse të pasurit nuk kanë buxhet që si mund t'ja u them unë, që kanë punuar tek dikush. Jo, është puna e tyre. Por si janë këto punët e tyre? Janë asete, për shembull, kanë investuar në apartamente. Kanë marrë, duke bler apartamente, sado që të pagojnë ata, e gjë e pani që pagojnë shumë më pak se sa ata që janë të varfër, por sado që të pagojnë, ata i kanë dhënë me qira. Dhe ata apartamente i japin para në fund të vitit. Pra jo vetëm apartamente, toka, investime për kompani të tjera apo edhe në bursa. Të gjitha këto investime, ata i shikojnë si një frut, pra që të japi një frut nesër. Nuk i shikojnë për të ndihmuar njërin apo tjetrin. Pra, frut që t'i japi diçka, t'i japi, ta shfrytëzoj. Pra, të shfrytëzoj shtëpinë, të shfrytëzoj tokën, të shfrytëzoj një kompani dhe duke qenë pjesëtar i asaj kompanie, dhe ato që i merr duke ndejtur në shtëpi, jo duke punuar. Nuk është fizikisht atje, nuk ka nevojë që të jetë fizikisht, sepse
shtëpinë për shembull apo apartamentin e bleu. Në momentin që e bleu, e jep me qira dhe ja mori qiran. Merr kompania që ai ja ka dhënë për shembull që ta jap me qira, merr 1% e shteti, por ai sidoqoftë ai ka fituar dhe vazhdon të fitojë. E njëjta gjë me tokat, me investimet, me investime edhe në për kompani për shembull si në për naftra apo gjëra të tjera. Dhe njëkohësisht edhe në për bursa. Pra, një i pasur nuk e shikon jetën si një i varfër. Një i pasur e shikon jetën si investim. Dhe e shikon që kur është i vogël. Në momentin që ai fillon dhe investon, me fjalë sa po del në jetë, ai e di shumë mirë që me atë investim që po bën, diçka do të marri. Është vështirë që një investim që bën një i pasur të mos shkojë mirë. Ka patur raste, por të rralla, por ai investon me asete, dhe këto janë pra asetet. Kur i mora vesh këto, unë jam i vockël fare, dhe kur i kuptova këto që mora pjesë pastaj në një kompani, ku unë bëj pjesës të vogël të kësaj kompanie, shikoja këta që bënin me qindra mijëra euro, dhe thosha, po këta si, duke ndejtu në shtëpi. Dhe unë përveç se jam pjesëtar aty, por edhe punoj. Por gjë e vogël, sa për të mbajtur familjen, sepse koha ime iku. E di që është e dhimbshme kjo, por iku, sepse atëherë kur kisha mundësi, kush do më mësonte mua? Unë kisha mundësi, sepse i kisha parat atëherë, por nuk kisha mendje, nuk i njihja këto. Dhe kur arrin moshën pastaj pas moshës 40 apo 50 vjeç, nuk ke më kohë. Nuk ke më si do të kesh më kohë, sepse kush të ofron më punë. Ti kur fillon pas moshës 45-50 vjeç, nuk të merr më njëri në punë. Kështu që je i detyruar që ti ose të marrësh me fjalë të punosh tek dikush, një punëtor i thjesht, që të marrësh atë 1.200 euro, apo ndoshta 1.500 euro në muaj, dhe me atë 1.500 euro në muaj, sikur të jetë 1.500, por rrallë është 1.500, ti duhet kesh parasysh që 500-600 euro do t'ikin nga nafta, nga lëvizjet me makinë, nga budallë që tjera. Mos fol pastaj sikur mos ke shtëpinë tënde, se po s'pate shtëpinë tënde do pagosh qiran, pagosh gazin, dritë aty, dhe në fund fare nuk të mbetet më asgjë. Nuk e di më kuptoni apo jo. Pra, na është mësuar që një i varfër, me një fjalë, pjesa dërmuese 80% e njerëzve, na është mësuar që të punojnë sepse puna të jep është nder dhe lavdi. Mirë po, ajo punë ti duke insistuar që të kërkosh atë punë sepse je detyruar, pas moshës 17, siç ju thash unë, ti do fillosh të punosh. Ndërkohë që të pasurit i mësojnë fëmijët e tyre se si duhet shkojnë të investojnë, një i varfër mëson fëmijët e tyre që të gjej punë. Dhe ai do mbas kohën që të gjej punë, do i gjej punën dhe pastaj lodhet sepse do insistoj, do gjej se mënyrën për të punuar, se ka para. S'ka para që të investoj që të ketë një ide. Dhe nuk e ka iden. Dhe kështu që ai nga momenti që investon për punën, nga momenti që ka filluar punën, aq ishte koha. Sepse pastaj prezantohet një vajzë, një djalë, u martuan, bën fëmijë, iku jeta. Aq ishte. Ndërkohë që një i pasur shumë vonë martohet, në moshën 40, ndoshta 45 vjeç. Ndonjëherë edhe fare. Sepse jeta e tij është e llogaritur, e programuar. Pra, një i pasur investon, kurse një i varfër punon. Kjo pra është diferenca e një sklavi që janë 80% dhe 20% që janë ata të pasurit dhe të zgjuarit. Sepse themi të vërtetën, bota sundohet nga të zgjuarit dhe jo nga budallënjtë, apo nga të sklavërit. Megjithatë, pres komentet tuaja çfarë mendimi keni për këtë argument dhe kalofshi një ditë bukur.